Shikues të dashur, tani do ta vazhdojmë emisionin dhe pjesën e fundit të këtij emisioni me një material që është i përgatitur nga Ardona dhe tregon për cilësinë e ajrit në Kosovë, më saktësisht në Prishtinë, Obileq dhe Fushë Kosovë, sepse sipas indeksit të cilësisë së ajrit, Kosova rangohet në njërin prej vendeve me ajrin më të ndotur dhe që do të thotë është njëri prej ajrave më të këqija për shëndetin e njerëzve dhe qytetarëve që jetojnë këto. Tutje, ne do të ndalemi pikërisht për këtë temë do diskutojmë në studio dhe për një aktivitet mjaft të mirë, mjaft domethënës dhe të lezetshëm po ashtu me fëmijët. Do ta diskutojmë pas pak në studio, por fillimisht e ndjekim materialin. 2 javët e para të dhjetorit e kanë rënditur Prishtinën në mesin e qyteteve me ajrin më të ndotur në botë. Indeksi i cilësisë së ajrit ka treguar se niveli ndotjes së ajrit është luhatur nga 150 deri në 200, duke i tejkaluar normat e lejuara. Në këtë përkeqësim të cilësisë së ajrit që rëndom ndodh gjatë stinës së dimrit, njohësi çështjeve të ambientit Besnik Shabiu thotë se ndikimin më të madh e kanë termocentralet, ndërsa shton se më të prekurat janë komunat e Prishtinës, Obiliqit dhe Fushë Kosovës. Prej ndotësve kryesor vendin tonë, normalisht që është termocentralet realisht Kosova dhe B, që janë edhe burimet kryesore të ngrohjes dhe të energjisë elektrike të njëjtën kohë. Dhe duke pas parasysh që qytetarët në këtë kohë shpenzojnë më shumë energjinë elektrike, rritet edhe nevoja e një farë forme e punës më të madhe në termocentrale dhe si rezultat i kësaj edhe ndotja rritet. Shabiu i kritikon institucionet se nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim konkret në funksion të përmirësimit të situatës. Por kjo nuk do të thotë që edhe komunat e tjera nuk kanë problematika të ndotjes së ajrit, sepse prej faktorëve të tjerë të rëndësishëm të ndotjes së ajrit në vendin tonë, prej burimeve ndotëse shumë të mëdha janë edhe makinat, që në vendin tonë janë parafarsisht rreth 500.000 makina, të cilat regjistrohen secilin vet, dhe numri më i madh i tyre janë makina të vjetuara, të cilat bëjnë edhe ndotje jashtëzakonisht të mëdha ku me pasojat e cilësisë jo të mirë së ajrit po përballen qytetarët. Pulmologu Skënder Baca ka paralajmëruar se kjo situatë e përbën njërin prej faktorëve kryesor që ndikon në dëmtimin e sistemit respirator të njerëzit. Ajri i ndotur si gjithku në botë edhe në Kosovë natyrisht ndikon në mënyrë të disfavorshme, në mënyrë që e atakon e dëmton traktin respirator, domethënë epitelin bronkial, duke filluar nga epiteli hundës e deri te alveolja. Dioksidi i karbonit kryesori, masne është kompozitat e sulfurit edhe të azotit. Edhe këto i kemi në ambientin tonë. Mirë po në ambientin tonë ka shumë edhe plumb, si metal i rand, i cili hyn nëpërmjet mushkrive, po kalon gjak edhe e dëmton do të thotë mëlçinë edhe organet tjera. Në raportin e progresit të Komisionit Evropian që është publikuar në nëntor të këtij viti, është shprehur alarmi se cilësia e ajrit në Kosovë nuk ka shënuar përmirësim gjatë vitit të fundit. I pam edhe informatat ato në fakt që na duhen dhe kemi reaguar ndoshta shpesh herë edhe përmes intervistave këtu që i kemi realizuar, por më së shumti kanë reaguar organizata dhe shoqata të ndryshme, madje kësaj radhe edhe fëmijët bashkë me EKOZ, dhe për me na tregu për aktivitetin të cilin e kanë bërë tash bashkë me fëmijët, i kemi Egzona Shala Kadiu këtu në studio. Mirëmëngjesi, mirë se na ke ardhur. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi që të kemi këtu. Ka qenë një aktivitet me fëmijë, keni bërë një ecje në Obileq. Për çka është bërë kjo ecje? Po, aktiviteti ka qenë përmbyllës si kampanjës Ajri Jonjo i Kekut, i ideuar nga vetë fëmijët. Ne si organizat kemi qenë vetëm facilitus të këtij aktiviteti. Ecja është realizuar të shtunën e kalume me 6 dhjetor, edhe gradualisht ka fillu prej sheshit Obiliqit, duke ecur së bashku me një grup të fëmijëve deri në Kosovën A, në pjesën e Kosovës A, aty ku është edhe kogjenerimi mandej përveç prodhimit të energjisë që lidhet edhe me ngrohjen tonë.
Prej aty, fëmijët e kanë vendosur një plakat që ka qenë mushkënit e tyre të zeza, të cilat kanë dashur që ti dërgojnë një mesazh që kjo është gjendja që neve po na ndikon drejt për drejt, gjendja e cilësisë së ajrit, situata e tyre, brengat e tyre, ata kanë provuar me shpreh në një formë paqësore, në një formë të vedijes, në një formë të cilën ata e konsiderojnë adekuate, që ndoshta ka qenë një ndër aktivitetet që janë mas krenar në realizim, sepse brenga edhe sfida e të ardhmes fëmijët i percepton më ndryshe, fëmijët i gjenë kështu të përgatitur në format më shqetësuese, edhe po ndihen si një pjesë e veprimit. Ndoshta na si të rritur nuk jemi mjaftueshëm që i konsiderojmë fëmijët si të aftë për me marrë vendime apo për me ngrit kauza, por kjo e cilësisë së ajrit vazhdon të jetë çdo herë njëra ndër brengat, sa herë që bisedojmë me ta, sepse e besojnë që është një çështje që mund të rregullohet. E vetëm duhet pak më shumë shtytje apo më shumë, unë besoj, më shumë presion politik apo vetdije politike mbi këtë situatë. Meqense pas ka qenë e ideuar krejt nga fëmijët, do të thotë ata e kuptojnë situatën në cilën gjenden, vendin që po jetojnë edhe efektin që mundet me pas cilësia e ajrit të këta. Po, para prakisht na i kemi informu fëmijët mbi mënyrat e matjes së ajrit, kemi bëu bashkë me ta në Obiligj një matje edukative, që shkon procesi se cilësia e ajrit i ka disa parametra, PM-in 2.5, oksidet e azotit edhe këto të sulfurit, që fëmijët veç se i mësojnë gjatë shkollës, por nuk ju ka ra ndoshta mi demonstru tamam, edhe gradualisht me kalimin e kohës e kërku një farloj informate që me pas konkrete. Mas matjeve që i kena bo në Obiligj, mandej jemi taku me pa edhe sistemin e monitorimit të cilësisë së ajrit në Institutin Hidrometeorologjik. Nga afër kanë pa se qysh matet në sistem të Kosovës, cilat janë parametrat, qysh është gjendja. Mirë po, përveç kësaj, fëmijët kanë kërku edhe përgjegjësi. Kemi taku me Ministrinë e Mjedisit edhe me Ministrinë e Ekonomisë, të cilat besojmë se janë dy prej ministrive përgjegjëse, edhe pse në situatë të pa zot shpije, pa ministra, se qëllimi ka qenë që me kërku prej tyre një lloj të asaj commitment apo një lloj të zotimit, po nga ministrat për të ardhmen e fëmijëve, por kemi arrit që me i delegu pak a shumë edhe në aspektin e ndotësve, që energjia është një ndër ndotësit kryesore dhe kombinimi i saj me transportin mandej e sjell situatën e tillë. Qysh e kemi fatkeqësisht shumicën e viteve në vendin e parë për nga territori. Fëmijët mandej kanë ideu edhe 3 podcaste, të cilat kanë qenë në një formë pak më ndryshe se sa ato të zakonshmet. Kanë ideu fillimisht që ata të jenë si qymyri, po ka qenë pak e vështirë që ta krijojnë qymyrin si tansi, edhe prej kësaj ka rridh ideja që podcastet të krijohen në formë të animuar. Janë 3 prej tyre, njëna ka qenë ajrit, që kanë bashkë bisedu me ajrin, me kuptu cilat janë sfidat e ajrit, çka po i dhem në atë aspektin nga ndotësit. Qymyrin, sepse fëmijët e besojnë që jo vetëm keku si ndotës, po landa fosile si qymyri është ndotësi kryesor fatkeqësisht i ajrit, edhe ka qenë shumë tmerruse për ta me kuptu që 7 milion njerëz vdesin në vit nga cilësia e dobët e ajrit apo e keqe e ajrit, edhe mandej e kanë kriju një alternativë pozitive që ka qenë bashkëbisedimi me energjinë e ripërtërishme, që me jep një lloj të alternativave në të mendumit e tyre, edhe na jemi befasu gjatë të kohës me idetë dhe me konceptet, se jo çdo herë presim prej fëmijëve 13-15 vjet që t'jenë kaq mirë të informuar, por që
është shumë kënaqësi se besojmë që ata do t'jenë, ta them, liderët e së ardhmës, edhe një mentalitet i tillë, një kulturë e tillë, një edukat e tillë, e një rëndësi e kaq të madhe siç është e ajrit, do duhet që t'jetë te çdo fëmijë, te çdo i ri. Fatkeqësisht tek të rriturit e kemi shumë sfiduese që ta ndryshojmë, sidomos këtë varësinë tonë ndaj çmyrit. Është për të ardhur keq që ende mendohet një termoelektran e re, ende mendohet një gaz i ri, ka alternativa të cilat janë të vërtetuar me qindra mira studime që janë ndotse, ndërka shumë pak e ndëgjojmë për energji solare, që i kemi mbi 270 ditë me diell të plot në vit, e që kemi plot kulmit shtëpisë që munden shumë me u thjesht apliku edhe me u vendos. Po, vetëm duhet një lloj i ndryshimit të mënyrës së të menduarit. Besoni që ka me pas do të thotë ka me pas efekt, pavarësisht që këtu aktivitete vazhdojnë ku pas kohe, do të thotë edhe me të rritur, po këtë rast edhe me fëmijët, mendoni se do të kenë efektin e duhur? Po, besoj që po, sigurisht do të promovohet edhe matutje, po qëllimi kryesor i tanë kampanjës është që edhe në momentin kur vendosen ministrat e ri, ne t'i takojmë ata së bashku me fëmijët, të tregojmë hallet e tyre, në shqetësimet e tyre, por po ashtu edhe kampanja si e tillë është duke qarkulluar në për të gjitha rrjetet e mundshme, sidomos në ato motivuese ndërkombëtare të fëmijëve, duke potencuar një prej aktiviteteve i cili ka qenë i ideum nga fëmijët edhe i realizum përballë me ndotësin. Jo çdo herë na bjen që ta kemi aktivitetin përballë me ndotësin, sidomos me fëmijët, edhe që kemi pas fëmijë nga Peja, Gjakova, Prishtina, nuk ka qenë vetëm Obiliqja i cili i ka mbledh, ta them, shumicën e fëmijëve, por që konsiderojnë si një breng, se ajri nuk njeh kufi, nuk as territoret caktume, por sipas tyre duhet që të funksionalizohen sidomos matësit. Ka qenë shumë shqetësuese kur e kem kuptuar që në Kosovën matësit herë punojnë herë jo, ndërkaq në Kosovën B janë gjithmonë jashtë funksionit. E të dhënat që servohen nga Keko janë të dhëna sipas dëshirës, në sensin nëse mundem ta shprehit si të tillë. Ndërkaq nëse na nuk kemi të dhëna konkrete mbi ndotësin kryesor, kjo i penalizon edhe fëmijët me kuptu rastet edhe situatën e cilësisë së ajrit. Po në anën tjetër kanë shprehë brengosje edhe për përdorimin e tepërt të veturave. Në një qytet si Prishtina, që e konsiderojnë se çdo pikë mund të arrihet me këmbë deri në 40 minuta, pyetja gjithmonë vjen pse duhet me përdor veturën, sepse te fëmijët, meqense se kanë trupin më të vogël, lirimi i gazrave i afekton mbi 10 herë më shumë se sa të rriturit shkaku i fizikut që ekziston. E të na tu pas parasysh që me shku te mjeshtri ta hjek partikular filterin ose këto se ma lehti ki, nuk ekziston hala asnjë gjobë për ndotjen e ajrit, nuk gjobitet hala askush pse ka bote i kalime, shohim çdo herë në për rrugët e tona që zehta bën parasyve një vetur, edhe ka kalu në sigurimin e tij, ka kalu në kontrollat e përgjithshme, e kjo ka ardhur një breng të fëmijët që duhet me adresu edhe duhet me fuqizu, besojmë, ligjin. Edukimin, fëmijët e konsiderojnë njërin prej mjeteve më kryesore, po ka forma të ndryshme të edukimit, gjobat, proceset e tjera, pagesat, mënyrat e ndryshme të angazhimit, deri te edhe në disa raste shkojnë edhe deri në ekstremin e tyre. Fëmijët mendojnë që shpesh herë edhe burgosja e ndotësve do të ishte një shembull i cili mund të dënimi i duhur, po. Që mundet po me u lidh deri në atë mas. Po, me qenë se jemi në sipas tyre, edhe sipas neve jemi në situatën që është ndotës, është vrasës i heshtën gradualisht, një ndotës siç është rasti i një termoelektrane në Kosovë, e që nuk e kuptojnë ende pse duhet edhe 25 vite mas konfliktit, mas luftës, ta pysim ende
mos ta marrim si të mirëqenë, sepse ka studime, ka argumente, ka fakte, na vetë e shohim me sy çdo vit gjatë dimrit fatkeqësisht, e harrojmë gjatë verës, po çdo herë nuk vyn është edhe një argument më i madh se sa që tash me dalë, nin erën, e vërtet dhe vren çfarë ndikimi mundet me pas në organizëm. Madje këto viruse smundjet më të shpeshta edhe përhapen në këtë smog, në këtë mjegull, në këtë ajër të ndotur, edhe po e shohim që çdo herë pastaj secili prej nesh kollitet apo edhe disa prej tyre mirë shumë që i po i mbajnë edhe maskat. Po se trupi lodhet tu e luftu çdo herë ndotsin, edhe na dobësohet imuniteti gradualisht, mandej një smundje ose një virus shumë i thjesht edhe neve na qet në kolaps. E kjo është gradualisht periudhë e cila mandej e sjell astmën, mandej e sjell kancerin në mushkëri, që është njëri ndër shkaktarët më të mëdhej të vdekjeve në botë, edhe sëmundjet drejt për drejt që lidhen nga cilësia e ajrit janë sëmundjet e zemrës. Ato që në Amerikë, për shembull, konsiderohen vrasje më i madh i popullatës, po ashtu edhe në vendet e tjera, duke mos e anashkaluar edhe Kosovën me sëmundje. Fatkeqësisht te na i kemi problemin e kësaj logjikës, ndoshta që e lojmë fajin të të përgjithshmit, hajtë se krejt çashtu pja bojnë. Është për të ardhur keq se jo çdo kush sot djeg që merr në shtëpi, e që shumica e qytetarëve e mendojnë që është i lirë, por që fatkeqësisht është shumë i kushtueshëm në shnetën e tyre. Një dhomë e cila është pa aerosje të mirë, e që të naski asqysh aerose, ki ajri ma ndotën jashtë se sa mrenda, atmosferën e dhomë të qytetarët ose të njerëz që jetojnë aty, gradualisht e zbut, fillon një farë pleksje, ashtu një farë plagështie, një lodhje, dhe ti e sheh veten që nuk je i aftë me marr në i vendim, apo me bot diçka, demotivohesh, gradualisht bjen. Kjo është veç një sinjal i vogël i qymyrit, i cili ndezet në shtëpitë tona, e që mandej ka drejt për drejt efekte, se oksidi i karbonit lidhet 10 herë ma shpejt me gjakun, edhe kalon në trutonin me krahasim me oksigjenin. Tash është i njëjti efekt si te cigaria që mendohet që po të qetëson, por që ndërlidhja e nikotinës ndodh si e tillë. E këto oksidi i karbonit i penalizon neuronet, i penalizon, shtresohet në përmushkëni edhe në përzemër, e paramendo këtë kur jeti të ekspozu në 20 vjetë. Kjo mandej gradualisht e sjell. Ju vetëm atë shtëpi, po thuajse dhe rrethen, lagjen, e gjithë të tjerët të cilët mund të jenë për rreth asaj shtëpie e cila ngrohet me qymër. Sigurisht. Egzon, faleminderit shumë për detajet, për informatat, faleminderit për aktivitetet të cilat po i bën edhe po i sillen edhe në emisionin mëngjesit. Shumë kënaqësi që ju pata në studio. Faleminderit edhe juve për hapësirën, edhe për mundësinë që sidomos të flasim për fëmijët, për gjeneratat tonë të ardhshme. Kënaqësi.